Që nga dita e sotme e deri më 31 gusht vendoset ndalese plot për lëvizje në pyje dhe toka pyjore. Ndërmarrja publike pyjet kombëtare informon se ndalesa vendoset për shkak të rrezikut të rritur nga paraqitja dhe përhapja e zjarreve në ambient të hapur. Lëvizja në pyje do të jetë e mundur vetëm me leje me shkrim të lëshuar nga filialja e NP Pyjet e Maqedonisë Shkup për rajonin me të cilin ekonomizon drejtoria. Ndërkaq, për mos respektimin e kësaj ndalese, individët që kapën duke lëvizur në pyje dhe toka pyjore do të gjobiten me gjop prej 1.500 deri në 2.000 euro në kundërvlerë të denarit. Për mos respektimin e kësaj ndalese, individët që kapën duke lëvizur në pyje dhe toka pyjore në përputhje me nenin 106 të ligjit për pyjet, do të gjobiten me gjop prej 1.500 deri në 2.000 euro në kundërvlerë të denarit. Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujrave më 26 qershor ka dhënë pëlqim për ndalesë të plotë për lëvizje në pyje dhe tokë pyjore, mas që hyn në fuqi nga 1 korriku 2025 dhe do të zgjas deri më 31 tetor 2025. Lëvizja në pyje dhe toka pyjore nuk vlen për punonjësit e NP Pyjet Kombëtare Shkup dhe degët e saj, si dhe për punonjësit e Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së Mbrojtjes, Policisë Pyjore, Qendrës për Menaxhimin e Krizave, Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, Inspektoratit Shtetëror për Pylltari dhe Gjueti, subjektet që kryejnë aktivitete pyjore si prerje, furnizim dhe transport të drurit dhe asortimenteve të drurit në zonat e menaxhuara nga NP Pyjet Kombëtare Shkup, antarët e shërbimit të rrojeve të gjahut dhe për personat që kanë leje me shkrim për të lëvizur në pyje.